Miq të mam, pas pak do të vim me të ftuarin e radhës. Është një burr, ju thash që shpejt do të fillojmë të sjellim baballar në studion e mam, dhe ashtu do të ndodh dhe pas pak, por përpara se të fillojmë, unë dua të bëj një falënderim për mbështetësit e mam që është Lejthiza, Dinorios dhe Maruder. Faleminderit që jeni javë pas jave me ne, por gjithashtu dua t'ju falenderoj ju që na ndiqni, na sugjeroni, na komentoni njëkohësisht dhe që të rritemi akoma më shumë dita ditës. Dua shumë që të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Orinda Uta. Pas pak me një super babi. Cila punë e shtëpisë të jep ndjesin, këtë vetëm unë mund ta bëj. Ne s'kemi lavastovilje në shtëpi, unë Vërtet? Mos më thuaj. Unë jam shumë efikas në larjen e enëve. Më falni, pse nuk keni lavastovilje në shtëpi? S'kemi vend. As keni vend. Nuk është çështje lego, është çështje veni, po gjithsesi. Ju përshëndes të gjithëve. Në fakt sot kam një episod krejtësisht të veçantë. Atë njohim si një artist bashkëkor sa i përket letërsisë, bëhet fjalë për Epidam Zeqon, që sot unë në fakt e kam në titullin e babait, baba me kohë të plot. Dhe ju kam thënë dhe në episodet e shkuara që do të kemi mundësi që në këtë sezon të kemi më shumë baballar në studion e mam, dhe unë jam shumë e lumtur që të kam sot Epidam. Jam unë shumë e lumtur, faleminderit për ftesën. Dhe në fakt jam e lumtur sepse mënyra se si ti më ke folur për prindërimin, unë të njoh që kur vajza ishte e vogël fare në fakt kur ti erdhe dhe prezantove projektin tënd të parë të babait tënd, por dhe më pas edhe librin e jetës, dhe tani që ke sjell librin tënd të ri, dhe e di shumë mirë përgjegjësinë që ti ke ndaj, duke filluar nga vajza dhe tani më me një djalë të vogël, apo jo? Po, më ka ndryshuar jetën. Do thënë vajza duket kut ju bashkë, ishte 3 vjeçe. Po, ka qenë më e vogël akoma, po ka qenë sa, do thënë, kishte filluar të ecte, më tregoje për të gjitha këto. Po, gjithmonë ka qenë, ka energji të papame. Jo, më ka ndryshuar jetën. Unë e përmendet edhe ju, jam baba me kohë të plot, dhe është nga punët më të bukura, do shtoj edhe më të vështirë që kam pas ndonjëherë. Ne kam pas lloj punësh. Ma merr mendja. Si lindi kjo marrëveshje mes teje dhe bashortes tënde që ti t'jesh baba me full time, kur e themi neve? Sa bukur. Nusja ime Karolina, kemi gati 20 vite bashkë, është normale dashuria e jetës, kemi kaluar shumë gjëra bashkë. Ne erdhëm në Tiranë, fakt, ne jetonim në Londër. Po babi ishte smun edhe u riktheva në Shqipëri, se thash du me net afër babit, mamit. Normale në atë periudhë unë fillova dhe punë dhe nuk kisha shumë kohë, dhe gocën e mante, do thënë, pam prindër këtu në Tiranë, tham do bëjmë edhe ne një. U bë Pandora. U frymzuat. U frymzuam edhe u ndryshoi jeta. Por unë isha në punë, unë atëherë punoja 14 orë në ditë, ishte shumë punë kërkuese, punosha edhe në fundjavë. Dhe gocën e rriti Karolina në këtë rast, nusja ime, deri 1 vjeç e gjys. Ne pastaj në fund të 2019-s hikëm në Amerikë, ajo është amerikane, dhe ndryshuan rolet atje plotësisht. Shumë ndryshuan. Vendose të shkëputeshit nga Tirana, edhe për shumë arsye, edhe për arsye financiare, njëkohësisht, le të themi një përshtatje që ndoshta Karolina nuk po e gjente këtu, aq sa duhet, Po, nuk ishte aq e kënaqur, do thoja, edhe me punë ishte pak, nuk e gjeti dot veten si thua. Ajo ka lindur në Kaliforni. Tani, Kalifornia si Shqipëria, nga ana e natyrës. Janë fushat, janë kotrat, moti, deti, malet e tjerë. Infrastruktura ndryshon, dhe si thua, ajo do të më shku prapë te ajo infrastruktura, dhe ajo ka babain e vet që është 94 vjeç, edhe ai ka problemet e tij. E donte t'ishte edhe ajo afër babait. Ajo e kishte bërë për mua, unë dhe bëja për të. Dhe normale, duke qenë që është amerikane, e rigjeti karrierën e vet shumë shpejt në Amerikë, më shpejt se sa unë gjeja një karrierë të re, të themi. Dhe normale filloi punën dhe unë fillova me mbajt gocën. Gocën në këtë rast. Mirë, a pati ndryshime aso kohë, do të thënë kur ju vendosët që ti duhet isha ai që do të mbante gocën, a pati frikë, a pati debate, a pati dyzime nga ana jote, do sepse i bie që të ndryshoj jeta,
thuaj se plotësisht ti ke qenë në punë gjatë gjithë kohës e pastaj shkon atje dhe gjendesh përpara faktit që do mbash vajzën, kupton? A pati këto ngacmimet e vogla të fillimit? Pati nga këto? Ndoshta pak tension normale, se unë më duhet pak kohë që të mësohem me diçka të re. Unë gjithmonë kam dashur që fëmijët të rris vetë, nuk e di pse. Ndoshta mamaja ime dhe babai të dy punonin, dhe ne u rritëm pak a shumë vetëm. Mu mipshin Chelsea-n, ma varshin këtu te qafa. Shkosha vetë. U kthesha nga shkolla, atëherë më duket herë të mbarote shkolla. E drejt, po. Ashtu mbaron edhe tani njësoj. Babi dhe mami u ktheshin, mami pak më herë, babi më vonë nga puna nga ora 4, 5. Unë shqyr kisha gjyshen time, kisha grune Dajes, Elenën që dua fort. Aty hasha mjesin edhe drekën. Dhe u kthera në shtëpi dhe u detyroj që të gatuaj diçka vetë. Unë kam bërë makaronat e mia të para, kam bërë më duket 9 vjeç. Dhe doja që fëmijët e mi të rrisnin me më shumë përkujdesje. Edhe njerë, unë prindit e mi du shumë, po ka qenë edhe koha. Jemi dhe brezi i tillë. Nuk besoj se kanë njëri ndryshe nga ne të dy të njëjtit brez, nuk është se ndryshojmë. Unë doja që të arrisja, për shembull, Mojkomi me gjitha të mirët, emrat e shokëve të mi nuk i njifte, për shembull. Mami i njifte, vitën shkollë e tjerë. Unë doja të isha ndryshe, unë doja të dija me çim po rri goca ime, si e kanë emrat, si e kanë bie emrat, ku janë prindrit, me i taku prindrit, janë ato play date që thuhet, që takohesh me prindrit dhe me fëmijët dhe loznin, ndoshta shkonin në një kënd lodre ose diku tjetër dhe rrini bashkë dhe fëmijët shkëmbenit eksperjenca njëkohësisht dhe flisnin për të. Po, patjetër që merr kohë. Merr shumë kohë. Dhe unë doja që të isha më involvuar. Normale doli shansi që tani Karolina po punonte në Amerikë, dhe ne o do punoj edhe unë dhe do merrnim dado, ose do punonte ajo dhe unë do mbaja si tu shtëpinë dhe familje dhe fëmijët. Dhe normale përfundum këtu, pati pak tensionin se unë të mësoja pak. A e mban mend atë natë që vendosët dëgjoj pëtam. Nesër do jesh ti ai që do të mbaj vajzën, të filloj të la porosit, do bësh të, se ke gocat e kanë këtë gjë, është bukur pyetje. Është bukur, jo. Filloj part-time. Por ne se ndjeva fillimisht. Filloj lehtë. Filloj lehtë. Më duket mbarote në orën 12, më mas sa u nipsha gocën, thash u marrova. Kam bë 4 orë dhe do mbyllem. Nuk e disha që mund zgjaste 13 orë, 14 orë, se kisha kuptuar. Më pas ku ajo filloi full time, unë u detyrova që do jepsha mëngjesin, drekën, darkën, dhe mas çdo vakti do të pastrosh. Edhe kjo pastaj po. Dhe do ta bësh për ditë, fundjavët normale më të vështira. E drejt. Por ne patëm fatin që kishim një park afër, dhe aty te parku na çoja për ditë. Unë ja hoqja edhe karrocën që moshën 3 vjeçe. Fantastika, dhe ecnit bashkë. Ecnim, kur refuzonte, unë do ta masha o kala qaf, o kala piç, o hopa, një nga dyja, një nga tre. E mbajte gjatë? Si? Në hopa, e mbajte gjatë pastaj? Shumë, ne duhet të ecnim një 40 minuta që të shkonim te parku që ishte, pastaj 40 më u kthy. Ishte goxha e vështirë, pastaj bleva edhe biçikletë, kishim kopshin zoologjik afër si ju këtu. Dhe shkosha me biçikletë te kopshti zoologjik, aty kishte një kënd lodrash, aty rrishim 3-4 orë, 5 orë. Takosha baballar, mamallar, mama. Të gjithë. Po, njësoj, po dhe dado nga Filipinët, dado nga Europa, që vishin dhe... Si e shikon ti këtë pjesën e dadove? Sepse edhe në Shqipëri besoj e shikon shpesh, le themi, sa vjen shtohet më tepër, më shumë i shikon me dado se sa i shikon me prindrit, fëmijët. Ka ikur koha që gjyshrit do vetë sakrifikohen për fëmijët. Ato mund të kenë punë, mund të kenë gjërat e tyre, bizneset e tyre. Siklete, probleme shëndetësore e tjera. Jo gjithë jam me fat, unë për shembull njoh shumë veta që kanë gjyshin që po i rrit. E drejt. Unë vetë për shembull kam shumë na ndihmon, le të themi mamin e tur që na ndihmon për këtë gjë, dhe është shumë e mirë, por jam vërtet me fat. Unë nuk gjykoj më asnjë prindër. Unë kam pas gjykuar. Jo ky bërtiti, jo kjo tha kështu, jo këto rritsin kështu. Nuk kam më gjykime me fëmijët. Është gjë më e vështirë në botë. Çfarë funksionon, boni çat jetë. Sa më shumë dim, aq më mirë. Ku ta gjehet kisha pastrueset, kisha dado e tjerë. Unë nuk jemi në atë situatë. Tu jemi në situatën që po i rrisim vetë, se tush me forcat tona, por çdo zgjidhje që mund gjendet për të rritur fëmijët 1, 2,
është duhet marrë, duhet pranuar, nuk duhet gjykuar, sepse është se duket sikur e bën llogari tjetrit, pastaj, duket se bën llogari tjetër ka nevojë çdo familje, unë nuk gjykoj asnjë, çdo njeri ka rrugtimin e vet. Unë atëherë kur u ktheva nga Londra më thamë se u ktheve në Shqipëri, thash unë rrugtimi im. Ku ika, pse po ikën, është rrugtimi im. Unë që ku lidha me Karolinën para 20 viteve, ishte të thënë që unë në mos a nesër do përfundohen në Amerikë, se thua. Qëse do isha martuar me një indianë, do kisha përfunduar në Indi, në një periudhë më të vonshme ose tjerë. Nuk do gjykuar të tjerët, duhet pranuar situata e çdo personi. Janë zgjedhjet që bëhen në jetë, le të themi. Pikërisht. Ti të jesh baba me kohë të plot. Ne folëm edhe kur u takuam së bashku për gjykimin e shoqërisë, se tani po flisim nuk duhet gjykuar, nuk duhet gjykuar. Po mami thot mos e thuaj. Mos e thuaj. Në Shqipërinë e kemi pak të vështirë ta pranojmë, edhe pse unë tash është shumë e rëndësishme që ti frymëzojmë njerëzit, edhe unë prandaj dua këtu në Mamshën të flasim shumë për eksperiencën tonë të vërtet, sepse është shumë e rëndësishme ta themi dhe prind nuk është vetëm nëna, është babai dhe duhet të jetë full force me gjithë forcën e vet, edhe babai, domethënë nuk ka rëndësi se të dy bashkë e bëjnë në fund fare. Dhe duhen influencat e të dy prindërve, mamaja jep diçka. Do të thënë ke mamat forta, të buta, baballat fort but. Po gjithsesi janë dy të kundërt, si thua, ose kanë edhe për afërt, por janë kundërt. Dhe fëmia kërkon nga të dy. Unë për shkakun ta maj vajzën Pandorën, kam pas sjell 2 muaj në Tiranë, e masha vet, kupton? U kënaqte me mua, unë ja ditë si thush, tekat, si ta vjen gjumë, çfarë do haj etj. Por normale, pastaj mungote butësia. Unë jam jo i rrept, po unë kam rregulla. E kuptoj. Rregullë gjumit, rregullë ushqimit, unë jam shumë i orientuar me organizim, si thush. Karolina është pak më e butë, edhe thye, thot, mirë, do të lexoj vetëm një kapitull libri. Edhe thye, po të lexoj dhe i tjetër, edhe tretën. Kurse unë po thash, do lexoj një, nuk kam. Ja, për shembull, këtë që ti më thua shpesh këtë rol e bën mamaja për shembull, duke qenë se është shumë strikte, duhet lodhet gjithë dita, do këtë rol e ke marrë ti, domethënë si e ka parë shoqëria këtë gjë, pra atë rrethi që ata që të rrethojnë ty, le të themi. Me thënë drejtën nuk më intereson çfarë mendojnë, me gjithë respektin, unë jam fort. Po ke dëgjuar kështu njerëz që flasin apo Tani, në Ameriku jam në Kaliforni, ke plot baballar që po i rrisin fëmijët vet. Edhe këtu po janë të shehur ndoshta. Ose këtu ke një situatë tjetër që të dy prindërit punojnë, po prap mamaja ma peshë më të madhe fëmijëve, që nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, vërtet. Duhet një lloj balance apo jo. Në Amerikë është më e pranuar si diçka. Për shembull, kanë 2 shokët e mi, të dyja gratë punojnë si doktoresha, si thua paguhen mirë etj. Edhe ato majnë fëmijët. Tani jo gjithë bëjnë çfarë bëj unë, se unë i çoj ndet 3 herë në javë etj. Mund t'i marr shtëpi edhe mund t'i marr fëmijët edhe në shtëpi. Unë preferoj. Por kujdesem për ta, më thënë. Po kujdes, ato janë është detyra tyre, se thosh, se mamat janë nëntor në punë etj. Pra le të them, ti atje nuk e ke shumë këtë problem. Nuk kam pas parajgjykime. Nuk mund të ketë sepse për ju atje është krejt e natyrshme që është bërë me natyrshme. Është bërë? Siç është bërë edhe me natyrshme që të shkosh jetosh me prindrit. Ashtu ë? Po, me që është të shkosh jetosh me prindrit. Po, sepse shtëpitë janë shumë shtrenjta për të blerë. Po që ka kthyer mbrapsht puna. Është kthyer mbrapsht. Jo, më pëlqen shumë sa do doja që të jetote edhe mami im. Vërtet. Me ne sepse një shtëpi me shumë gjenerata, është më mirë, jeni afër, nuk duhet udhtoni larg që të takoheni. Fëmia rritet me gjyshin, do thënë dhe gjyshen, ose edhe stërgjyshen, Pandora ka akoma stërgjyshen gjallë për shumë. Dhe mësohen me idem familjare, unë jam shumë pro familjes. E vlerësoj si thua diçka shumë të rëndësishme me shumë vlerë. E marr vesh, po duke qenë se me qenë se preke këtë gjë shpesh herë çifte. Po shtëpia duhet të jetë e madhe nëse do jetoni gjithë bashkë, me hyrje ndryshme. Po, jo po hajde në pallat atë. Dhe pastaj në fund fare jemi në shtëpi të njëri tjetrit. Kështu që prandaj këtu duhet prek. Luftuan kaq shumë çiftet që të ndahen, të shkojnë më vete dhe të formojnë, le themi, atë familjen e vogël, e cila rritet ditë pas dite. Ti po më thua tani që ti shikon një panoramë krejt tjetër. Është më mirë. Ishte një narrativ që ishte shtyrë edhe nga bankat, se donin që të bleshin më shumë shtëpia. Është një narrativ që nuk funksionon më, nëse një shtëpi do jetë $1 milion,
Okej. Nuk e për ta blerë se thua, do jetosh me Me prindërit. Me prindërit. A ka shumë që jeton me prindërit atje? Në Amerikë është shtuar shumë, po Vërtet? besoj edhe këtu. Këtu ka qenë, se jo gjithë mund. Për shembull, unë kam pas mbështetur, kam pas shkruajt shkrime ekonomike, kam pas thënë gjithmonë që duhet dhënë, se thua, kredi për çiftet e reja etj që gjë. Si mirë, si keq. E rëndësishme është që të jesh shtëpi mjaftueshme e madhe që të futen gjithë. Se tash ti jesh një dhomë me kuzhinë, me gjysh, me stërgjyshëm. Si do ja bësh? Nuk bëhet. Do ja bësh, se shumë vete ja bëjnë në Shqipëri, nuk e di si ja dalin. Besoj gjumi është i keq, jetesa e vështirë. Një fjalë se thua dot. I fjalë se thua dot, nuk je dot intim, se mos harrojmë. Edhe ajo është shumë e rëndësishme. Që është çiftet, nuk e di mund ta themi në televizor. Është shumë e rëndësishme që masi lind fëmia, dashuria transferohet te fëmia. Po çiftet duhet mbijetojë, jo vetëm si partnerë që bëjmë punën, me drejt. Jo vetëm, do thënë, si prindër, po duhet rigjalluruar dashuria, mbajtur gjallë lidhje, se do jetoni bashkë dhe është mirë të jetoni të lumtur, të dashuruar e tjerë. Unë kam pasur shumë, si thua, ngritje dhe ulje me lidhjen, po gjithmonë kemi qenë mirë dhe jam i lumtur që deri tani jemi shumë të lumtur. Cilat janë ato tabu që ti do të thyesh në këtë pikë? Le themi në pjesën e prindërimit, si baba, edhe pjesës që unë jam ai që kujdesem për fëmijët. Tani, Karolina, se thush, sjell bukën nga janë. Unë punoj te biznesi tyre familjar, jap ndihmë, jam duke bërë doktoraturën, po shkruaj libra, po mbaj fëmijët, do thënë nuk është se po rikat. Burri i shtëpisë un jam. Prandaj nuk është problem, mund ndodhi kjo situatë që je duke rritur fëmijët, po ti vazhdon të jesh burri i shtëpisë. Jo në mënyrë tegër, në mënyrë që unë jam shtylla familjes. Në aspektin e se Karolina ashtu e ka dhe tipin, është më e butë, më e dashur, më e mirë. Unë jam më i sigurt në vetvete, ku do çajmë etj. Unë vazhdoj të jem shtysa e saj në të një këtë kohë. Po, e asaj. Ajo është edhe shtylla ime, mos harrojmë se i personi do janë kohën për ditë që sa vështirë është familje ose duhet të shkojnë në Shqipëri e tjerë, vujtjet që kam edhe për Shqipërinë, se unë flas shumë për Shqipërinë, është çik mërzitur dhe gre, po jam shtylla gjithsesi, dhe ajo është shtylla ime, është partneritet, është partneritet. Lidhja duhet të jetë dhe nuk duhet të jetë që 80% në man ajo, 20% unë, as 80% unë, 20% ajo, duhet të jetë 50 me 50. Duhet balancuar. Se në fundjavë, si do e bone? Ashtë dot 50 me 50 gjithmonë. Është për lidhje që diskutojnë, që flasin, lidhje që edhe bëjnë terapi bashk, edhe kuptojnë që edhe po t'jesh i mërzitur, nuk mund t'i ulërasësh partnerit. Problemet duhet ndiskutuar në një mënyrë të butë, në një mënyrë të saktë. Më preke pak terapi në çift. Është diçka që ju e aplikoni atje? Ne e bëm për i periull. Okej. Mund s'pëlqeu se mamaja Karolinës ishte terapiste. Dhe kishte zgjedhur shoqen e vet. Ku erdhi puna për të ankuar unë të pjesa ime, ajo po mata anën e Karolinës. Unë i thash, fetjer. Po jo pas ne për kot. Jo, terapia më e mirë është diskutimi në çift. Me njëri tjetrin. Se gjithsesi sjellni tuaj. Orientoj ajo drejt asaj. Ajo orientoi disa pika të vogla, më duket 2 herë përdorëm. Rëndësishme është që të jenë kanalet e komunikimit të hapura, të sjellësh një problem që ke, i them o Karolina, në gjë, kjo që ndodhi sot nuk ishte mirë. Ose paktën mua nuk më pëlqeu. Duhet flasësh me janë edhe disa terma që unë mësova shumë vonë. Nuk i din shqim, po resentment, mëria që mamëri. Ajo mëria vret çiftet për shkakun e tjerë. Duhet flasësh që kjo më krijon mëri. Duhet përdorësh termat e duhura e tjerë. Dhe t'ja prezantosh problemin, nëse ajo përgjigjet keq ose unë përgjigjem keq, do të thosh je duke u përgjigjur keq, je defensiv, do të them po flet në mënyrë mbrojtëse. Dhe nuk po flet tamam diskutimin që duhet flasim, po. Dhe me këto lloj teknikash shumë e thjeshtë që çdo problematik të zgjidhet për shkakun. E sugjeron, pra terapi në çift e sugjeron? Patjetër. Jo, do të thënë e sugjeroj që mësojnë këto piketat. Tani të flasësh me një person tret, 2 vite, 3 vite për gruan, unë s'jam dakord. Do të thënë jo se po duhet t'i shpjegosh gjithë historinë e jetës tatë i personit të ri, ajo nga e parë do të mësoj Do të thënë ka si të mira si të këqija, mos e
përdor shumë, po përdorin nëse ka disa probleme që diskutimi nuk po boni dot një diskutim të saktë, paktën sa për të filluar atë fazën e diskutimit. Unë jam për çdo gjë tjetë në mënyrë normale, asnjë gjë ekstreme, nuk jam për ekstremitet. E kuptoj. Mirë, do kalojmë pak tek jeta e përditshme me fëmijë, si nisni ditë jotja, vazhdimësia. Ta pi një Patjetër, këtë duash ti. Kjo orange, portokallin e kam qef. Super. Se mami po pi Fanta. Mama, ajo është e moshuar atje, nuk e kushtojë për mama, por ne të rritë se kemi problem. Vazhdo. Si është një ditë e jotja? Atëherë. Si është një ditë e jotja? Jeni gati. Po, mezi po pres, se nuk është me një, po me dy. Me dy e ka vështirësuar, por ka gjë, me dy. Unë e kisha krijuar ingranazhin, si thuash, për një, edhe dyshi thjesht më ka marrë më shumë nga koha e lirë që mund të kisha me njëshin. E kuptoj. Është du koha e lirë, po ne çohemi në 6 mjeset. Okej. Fillo herë. Është okej. 6 e mëngjesit është okej. Edhe është mëngjesi direkte. Gjëja e parë që bëj është kafja. Kam një makinë kafe të mirë. E blej kafen 100% arabika, bëj në shtëpi. Nuk e blej jashtë, me thënë drejtën. Dhe bëj kafen për mua dhe Karolinën. Na herë marrim edhe këto vitaminat. Suplementet, po, suplementet ditore. Bëj mëngjesin për të dy fëmijët për Pandorën dhe Atlasin. Çfarë bën përgjithsisht në mëngjes? Buk me vezë, ka shumë qef goca, shumë qef. Bëj omlet për çunin, zi vezët, unë haj vetë 2 vezë ditë, si thuash. Pa aty qëndroj. Do të nuk është, edhe ka këto është një pancake, do të petull me banane. Me miell, bajamesh që përdor unë. Super. Dhe ato i ka qef, mund t'i haj me mjalt ose me reçelë, diçka tjetër, kupton? Kështu është mëngjesi çdo ditë? Pak a shumë, ose ka edhe këto cerealit, komplekset e për gocën e jetë. Dhe pastaj pas mëngjesit çfarë ndodh? Pastaj duhet filloj pastrimi. Okej. Po gocën e paketon e çon për në kopë është për shkollë. Sa mirë, ja, se utova, po fokuson te i vogël. Do bëj drekën për gocën, se do i bësh drekën, do i përgatis çantën me ujin e tjerë. Okej. Do bëj pak pastrim, ajo ndoshta më ndihmon edhe me çunin. Ai çuni rri aty, po ajo gjithsesi mund i them hipi pak qumë ose është hipi diçka tjetër. Pastaj marr si gocën si çunin, fus makinë, edhe shkojmë të shkolla gocës. Unë kam qef disa shkolla i nxjerrin fëmijët nga makina dhe ecin vetë në klasë. Unë se bëj dot. Okej. Atje e bëjnë. Ti parkon dhe shkon? Unë parkoj makinën, e çoj deri te klasa, i them zyshës, mirëmëngjesi, do thënë jam unë me gocën, që nëse ndodh ndonjë gjë, ajo ta di që po, Pandora erdhi sot se pash babain edhe që mërzit për di që vje. Edhe fiksohet, unë jam çik e kam shumë të rëndësishme këtë gjë. Më pas marr çunën, shkojmë në shtëpi prap, vazhdoj pastrimin, jap diçka tjetër për të ngrënë. Në orën 9 vej në gjumë. Ka oraren. Ka oraren e mëngjesit. Dhe ai flet 2 orë. Si qajti, si mos qajti, ai do rri deri në orën 11 në dhomën e vet. Atëherë, ka dhomën e vet. Dalemi pak te controlled crime, pra ti e ke mësuar me qarjet e kontrolluar, ti nuk je dakord që ta marrësh në krah në momentin që ai qan kur ka orarin e gjumit. Qose po qan, sikur po vdes është tjetër. Po qose po qan aty çaj 2 orë. Ankohet, pra ti është mjaullimat që bëjnë fëmijët zakonisht. E rëndësishme është që të kaloj te dhoma e tij. Ne e kalum, sa ishte ai? 5 muaj, e kalum në dhomën e vet. Jemi me fat që kemi 3 dhoma. Është një dhomë për mua dhe Karolinën, dhoma Pandorës, dhoma Çunit. Edhe dhoma djalit, po. Edhe jemi me fat me atë gjë, duhet thënë në fakt. Karolinën duket ta kalum Pandorën, e kalum i vjeçë, e majtën shumë gjatë. Po është mirë t'i kaloni sa më shpejt në dhomë. Ne rrsojmë pak. Është ajo zhurma e bardhë. Zhurma e bardhë. Përdor dhe zhurmën e bardhë. Përdorën. Masi farçike do mërziten nga zhurma e bardhë, tani goca ka qejf të zhurmat më të buta e tjera. Po, çohet në orën 11, fillo dreka, si dreka për atë, si dreka edhe për gruan. Karolina punon në shtëpi. Ka një zyrë, po, ka një zyrë jashtë, si thosh, ndërtesës ku ne jemi. Për ne unë sa e përgatis edhe drekën asaj atë qoj. Perfekt. Me fatë, se unë shumë me fatë. Ku isha këtu në Tiranë, nuk më përgatis të drekën, po gjithsesi ja përmend gjithmonë. Po du që tjetë e lumtur, të fokusohet e puna. Po pak a shumë unë jam buroja asaj ndaj fëmijëve, që ajo fokusohet e puna, unë jam buroja që e maj deri nga ora 4-5. Ajo është e sigurt të punoj qetësisht. Pikërisht. Fokusohet, mos ketë këto, jo punqa çuni, po
goca në shkollë ka probleme, këtë diun gjithë gjërat e tjera, apo jo? Edhe çuni ha drekën në orën 1, po e them kështu gjatë. Po dua ta dëgjoj, dua ta di ditën tënde. Dua ta di. S'ka interes bukur, po jo, për të gjithë ata që ndjekin këtë emision patjetër që ka interes, sepse janë përgjithsisht prindër ose që të presin të bëhen prindër dhe duan të dinë edhe forma se si të ftuarit e mi kanë ndjekur fëmijët. Duket do mërziten ku them orarin e darkës dhe gjumit. Jo, ma thuash. Gjumi drekës, ora 1 me orën 3. Po. Si qajti, si mos qajti, aty do rri. Do jetë aty, po. Në orën 3, e nxjerr, shkoj direkte me marr gocën nga shkolla. Tani goca, shkollat besoj janë të mira, por nuk mësohet ai shumë matematik dhe gjuhë, sa do doja unë, nivelin që do donim ne për vajzën e tjerë. Pra ndjek në shtëpi më pas apo jo, e çojmë në një kurs për matematik dhe gjuhë. Dhe po duhet shkosh gjysë orë me makinë, gjysë orë me ardh, i orë. I orë është kursi, ikën 2 orë. Po ndërkohë që është në kurs, unë kam çunë në karrocë, shkojmë në supermarket, blejmë në gjë ekstra se Dini bashkë. Po. Edhe kthehemi në shtëpi, në këto raste ku ka kurs, darkën e bën Karolina. Okej. Ku nuk ka kurs, darkën e bën. E bën ti. Po. Kthehemi në shtëpi në orën 5, drekën e hajm, darkën, se jo drekën. Darkën e hajm në orën 5:30. Okej. Darkës, mëzdite si thua. Po, pas dite, po. Dhe fillon sa të marrojnë gjumin, lahen dhëmbët. Edhe fillon procesi i gjumit. Çuni bie me flet gjum. Fillon procesin 6, besoj 6:15 marron. Okej. Se pak libra i lexoj çunit, nuk i zgjatëm. Pandorës i fillon procesi 6 dhe i marron 7, 7:20, në herë 7:30, ku kemi ditë keqe në orën 8, se varet se e kap, kuptoj. Karolina lexon, unë mas i kam varë çunin gjum, presi çik Facebook, Instagram, këtë pra YouTube-in që kam, se paguaj edhe kam YouTube Premium, që mos kem reklama, se si të vedat. Edhe derisa ka kalu i orë, them, po Karolina, dhe shkoj, që po ndodhe, them unë, se ka zanë gjumi gocën, them, tani e kam rrallë unë me lexu, i lexoj Legjendën e Epidamnit, i lexoj Librin e jetës, i lexoj libra tjerë që edhe kam shpik që i kam në mënyrë digjitale, ose kam edhe ca libra tjerë, se janë librat e mamit, librat e babit. Këto derisa i vej në gjumë. Një çelë që do ju sugjeroja për gjumën është masi, sidomos po lexoni libra pa ilustrime, thojeni fëmijës, ktheni kokën mrapa, domethënë që futu në pozicion për me flet gjumë, që ti mund vazhdosh ti lexosh, po paktën ato fillojnë mbyllin sy, dëgjoj zërin, është edhe zhurma, jo zhurma bardh, po zhurma tjetër në një tingull, po. Në një tingull tjetër. Një melodi. Dhe tak fillon e kap gjumi, edhe sa e kuptoj që i ka zanë gjumi, ikë direkt. Lëviz me. Edhe pastaj është fokusi te Karolina. Ndoshta vejmë në lajm ose në ndonjë film Netflix ose ku diun, i kemi gjitha këto, ku diun. Paramount, HBO, ku diun. I kam thënë Karolinës kanceloj këto fshi se si duhet. Koha e çiftit në darkë, pasi problemi është që Karolina çun 6, edhe unë, po kam kockën pak më të fortë. Ajo bie me flet gjumë në orën 8 e gjys. Dhe unë kam sill kompjuterin të dhoma gjumit. E kuptoj. Dhe nga aty pastaj kaloj te kompjuteri, përmisoj rim, shtoj këtë, them fillon me punën tënde të pasionit. Filloj me punën që është libri, po. Pasionit, librat për se thosh librat me histori komplekse, po për fëmijë dhe prindër. Aty e kam qefin. Është më lehtë se këto punët akademike, to duhet i bëj patjetër gjatë ditës. Kurse gjatë natës ndryshoj presje, ndryshoj diçka ditë, se këtë bëj rregullim vogël e bën edhe natën. Cila është pjesa më e bukur e këtij roli, Epidam? Se di, unë them gjithmonë, prindërimin ja këshilloj edhe armikut tim më të keq. Jo, se do bëhet i mirë, se do mbyllën në shtëpi. Po pjesa më e bukur. Ka, për shembull, shkum te një restoran fundjavë edhe ishte i pem limoni aty. Edhe ishte çuni me gocën, e majti goca hopa, edhe çuni e puthi gocën ballë, unë i bëna një foto, në si lloj zemre. Ajo momenti është shumë i bukur, momenti dashurie ose kur të pull çunit, pull goca. Besoj është 5-10% e procesit, 90% pastaj është sklavërim, do pastrohet, do gatuar. Këtë cila është pjesa më e vështirë e prindërimit, atë që njerëzit nuk e shohin. Është, unë i thosha mamet, pa lind Pandora. Si është, vetëm ku të lindësh thot, ku lindi vajza ose çuni, do e kuptosh. Atë është në punë mund të marrësh edhe pushim.
Po. Është e lodhshme, mund të jetë 15 orë, 14 orë, 10 orë, 8 orë, po fundjava gjallë pushim. Për ca me fat, se jo gjithë kam fundjavë pushim, po mund ta marrësh 2 javë në vit. Me fëmijën është 24 orë, përveç gjumit, ku vetëm ku flen gjumë, gjatë që... Atëherë pushojnë. Ose të qojnë natën edhe t'i këtë truni. është shumë punë, është punë e përditshme, është lodhshme, edhe ku i qonë shkollë, nuk është se mbaron me shkollën, se tu është. Se do i qonë shkollë. Ja shkolla në herë mbyllet ka gjysmë ditë, në Amerikë janë këto gjysmë ditë, nuk e di si është. Po, ka dhe këto njësoj, po. Po me të gjysmë ditë në punë s'ke. E drejt. Fundjavat kam vdek. Apo jo, restorantet hikin, udhëtimet bëjnë gjithat mërzitshme. Janë gjithë kënaqësitë e jetës që kishe përpara, ikin. Vijnë kënaqësi tjera, kanë të mira, ka punë, po ka kënaqësi normale, ka kënaqësi, por shumë punë. Unë bile sa habitem si nuk ka statuja për prindrit, mami, babi, është shumë punë, është shumë punë. A ndjen ti ndonjëherë presionin ekonomik ndaj saj? Me thënë le të themi me qenë se ajo punon. A ndjesh ndonjëherë që prit se unë s'jam ai që sjell leku në shtëpi në atë pikë që siç jemi mësuar. Janë lekët tona. Po. Unë pash i video, po kursej, pajsa bojo rrogë, unë po kursej, që s'kem pastrus, dado, po gjyshe që një mojnë e tjerë, leken ato, po sarë, më shkoa i ime, është këto. Ne i quim lekët tonë, ne kemi banka shejone, çdo lek është i përbashkët, si tu është. Gjithsesi unë, nuk është se nuk sjell lek. Jo, kam si thush aktivitetet e mia, po ajo është kryesorja, po edhe njerë, janë gjitha lekët tona përbashkëta. Ne kemi sa u bëm në 10 vite që jemi martuar, ne edhe pa u martu kishim kështu konto bankario kishim bashkë. Po të përbashkët, po. Kishim përbashkët, është 50 me 50, nuk ka asnjë problem. Si ndani ju rolet në familje, mami, babi? Ato role tradicionale. Po, unë kam rrit gocën që kjo ti ke vajzë. Po. Mos bosi mu, po unë kështu e bërë, nuk du që ta fokusoj të tjerët. Unë s'do isha me rrit me këtë ndjenjën e princeshës shumë. Mos ma merë për keq. Se ne kemi një fjalë tjetër në Shqip. Mos shqip që jemi rozë në këtu dhe jemi për princes dhe të rrimisht. Jo, jam sigur që është shef, është bobe. Kishim një fjalë Shqip, nuk e dja Shqip o vëzur, nuk e di. Kinga, po. Kinga, da ty, thash, Kinga, Woman King, që ishte dhe atëre dhe filmi, Woman King, nuk e dja e pat. Dhe unë fillova duke thënë vetëm Kinga, ose më thoshte pësa e ba, unë du me qemë qunë si ty, më thote mu. I thoshe unë jam grue fuqishme, i thoshe unë se kam probleme, unë jam shumë i sigur. Nuk e ke bërë me këto ndasit, unë jam shumë i sigur maskulinitetin tim, si tuhet. Po. Burërin tim, se kam problem. Përnej, unë du që goca të rritet, tjetë sa me pavarë, sa me fort, i them unë, ti e King edhe shumë, s'ke nevoj për princ, ka nevoj princi për ty. Se s'du të rritet me këte ndjenje që duhet gjej princ, unë du që atë martohet, do dojë që të kryote familje, po du që tjetë e pavarë, tjetë ajo si tush me fuqishme. Që vendos, le temi dhe biles, se me që kemi edhe goca, në që se do dali të shumë që do me qenë, si thush, shok me gocën time, atëre, në kota antike, u bote betime. U bote betime për qytetin, ose është betimi hipokampi që kanë doktore, që ne premtojmë të dhe. Dhe bëj që t'japi premtim që do sillet mirë me gocën time, do jeti but e tjerë, se për e rris me dur, e kam rrit vetë. Imagjino 10 tjetër tani. Të imagjinoj të tani, kur ajo të sjelli 16 vjeç shokun e parë. Ta sjelli, do them unë a vlen apo jo. A do thua ti? Po s'vlen do i ndaj. Jo. Sa po më the deri në këtë moment që do e rris që të vendosi vetë ajo që të vendosi për çdo gjë. Tash i futet babi në lojë edhe thotë. Jo, po boni vendim keq. Jo, po boni vendim keq absolutisht jo. Po ku e di ti që bën vendim të keq? Do e diu normale, do i shoh prindrit, do i shoh emrin, do i shoh gjitha. I kujton ti që e shpeshherë edhe prindrit tanë kanë pas gjykuar marrëdhënien tonë, sepse gjithmonë prind do më të mirën për fëmijën. Unë shqyqyr që më kanë gjyku, pse jo? Ashtu, a? Shqyqyr, po.
Po, normal, se jo. Ne tash unë di pak më shumë se goca. Pak, se ajo di shumë. Po, unë pak. Aq pak se do di unë më shumë. Jo, nëse është e lidhje që është e re, se po flasim, po kur bëhet adoleshente, ja, kthe kokën edhe është bë adoleshente. Normale do e ndihmoj unë me çfarë lidhje është edhe do jetë. Shpresoj, do jem pak më strategjik në të shprehur, se si po shprehem këtu në televizor me ju, po normale do kem rol kryesor nëse për shembull nëse do jetë një lidhje që do shkoj për martesë, do unë jam dakord, do i them se jam dakord, do përpiqem ose do përpiqem ta orientoj. Edhe me kostën që ta humbasësh? Jo, unë të mbas gocën, pe kam rrit me durët e mia, nuk o mbas do të kur gocën unë. Po, sepse janë gjëra që ne kemi parë dhe dëgjuar. Jo ku i rriti 100%, ja. Ku nuk i rrit është tjetër, që pastaj fillon me folsi i bukur, ja. Unë i di gjitha, ajo nuk më redot mu. Përpara se të kalojmë në të tjera, le themi, etapa që janë të rëndësishme dhe për të folur dhe për, le themi, formën, edhe për librin, edhe për të lexuar, që është shumë e rëndësishme. Ajo që duan të di, se jam e bindur që gjithë mamat ose baballarë që po na shikojnë është, po mirë, mos se ke pyetur për një gjë që pyet gjithmonë mamat kur vinë në studio. A u rrit me qomë shqiri, të ushqyerjen, kur e filloi, këto gjëra, ti ke qenë aty dhe sa le themi ka qenë bashortja jote prezent le themi në... Po, për vitet e para Pandorës, një vit e gjys, unë mori 100% Karolinë, unë isha në Zyrë, isha vërdall në Tiranë, ka qenë 100%. Qumë është gjiri deri një vjeç e gjys, çuni deri një vjeç. Pandora është shumë e vështirë në të ngrënë, don ato gjonat e veta që s'janë perime, apo ja? Çdo gjë tjetër përveç perimeve, është pak ndonjëherë ndihemi sikur po dështojmë me fëmijën, po s'kemi çfarë bë, paktën hap proteina të mira, do pul, mish, do thënë peshk e tjerë, karbohidrate, do thënë sa më pak bukë, po merr edhe nga ato. Për perimet, unë ja vej gjithmonë disa perime në pjatë. Ajo i refuzon, thot ka qef karrotën, po edhe ku ja vej karrotën. Po gjithmonë ne gatuajmë, si unë si Karolina, me një perim pak. Mund t'jetë brokoli, mund t'jetë... Pra e ka në brendi të saj. E din ajo që do t'a haje. E din që po e hangre, do jetosh më gjatë e tjerë, do thënë këto i din. Çunin fillim hate shumë, se tani është bëdha i qikë si Pandora, që s'duk të duate, po gjithsesi, po përpiqemi sa më mirë që tajnë, po hajnë më mirë se sa hashim ne, me të drejtën, nuk e di, në atërë s'kishim as banane, edhe frutat atërë s'kishim, brezionit e djetave, edhe gjithsesi, ajo do jetë më e gjatë se unë, ndoshta edhe me që ka ngrëmë më mirë se sa unë. E drejt. Emrat, si a keni vënë, emrat? Shumë pyetje bukur. Pandora është gjyshja ime, ishte mamaja Mojkomit, kurse Atlas ishte një emër që ka gjetur Karolina, që ku ishte mbarë me Pandorën, do të emrin Atlas, pa dita ishte çuna apo gocë, edhe ishte diçka që ajo vendosi vetë, dhe mu më pëlqeu, është një emër, normal, ka lidhje me Shqipërinë, ne kemi statuja të Atlasit në Apolloni, dhe në Durrës janë gjetur, jo statuja, po pjesë të një murali e tjerë, duket në Apolloni ishte tamam statuja e tërë. Unë kam gjetur edhe kam një teorie për etimologjinë e fjalës Atlas. Atlas është emër, si thuash, grek në këtë rast, por e një perëndie ose një mbreti që unë e kam gjetur në Asiri, në 2800 vite para Krishtit, është një nga mbretët më të hershëm, me emër original Altadas, që e kam futur edhe te dinastia Epidamnit, dhe kur u mor nga grekët si emër, u mor si Atlas. Kurse dije që emri alternative Atlasit në Afrikën Veriore është Adrar. Dhe një nga teori që unë kam, sepse bashkëtingëllorët mund ndryshojnë, T-ja me dën, D-ja me rën, gjithsesi. Unë kam një tezë timen, to janë gjithmonë teza, asnjëherë nuk mund vërtetohet 100%, që ku u mor në Iliri si emër, erdhi si Adrian. Dhe prandaj Atlas, Adrian, Altadas është pak a shumë për njëjti emër. E kuptoj. Do të edhe lidhja me Shqipërinë. Edhe, duhet të ishte se s'bën, domethënë të fiksuar pas emrave. Atlas është e Karolinës, Pandora është e ime. E jotja, mirë,
pjesën, ne folëm edhe për pjesën financiare, folëm edhe për pjesën e prindërimit, që keni bërë bashkë, por flasim pak për pjesën e librave, duke qenë dhe autor librash edhe për fëmijë të rritur, siç e ka thënë te libri i fundit. Megjithatë, përpara se të bëhesh autor, ke pas lexuar shumë, le themi, edhe Pandorës kur lindi, kur ke nisur ti lexosh? Shumë pyetje mirë. Unë kam pasur gjithmonë lidhje të dëzuar me librin. Babi kishte shumë libra, unë nuk se kisha merrshin hapësirën, se duhet e kam thënë kudo. Karina filloi me lexu Pandorës që kur lindi. Mu më bën përshtypje. Se këtu në Shqipëri thoshin, jo 6 muajshe, jo se s'kupto goca, po kupton, edhe në bark i lexonte, ti të mësote me zërin, si thu sa edhe timin, unë i flisja, dhe fillova edhe unë, ishin atëra ajo kisha të librin anglisht, pula bo, ky gjeli bo kikiriki, elementaret pra, në teme, po. Dhe fillova dhe ishte bukur, se unë gjatë disha anglisht, kisha gjithë ato vite në Angli, po disa gjëra nuk i disha dhe fillova, shifsha dhe unë vlerën duke lexuar vetë. Dhe sa më shumë libra lexosha, për shembull ishte një libër i Dr. Seuss, All the Places You'll Go, që ishte pak shumë i letër për një fëmijë që do kesh gjëra të bukura në jetë, do kesh gjëra të këqija në jetë, do jesh i lumtur, mërzitur, jetës. Unë duke lexuar thash, po më bëj librin, mirë dhe lindi libri i jetës, The Book of Life. Kështu lindi ajo. S'ka gjë, jo, kështu lindi. Kështu lindi. Dhe duke lexuar librat e Mojkomit, fabulat e tij, lindi libri i minifabulave, që unë kam dëshirë ta vazhdoj me librin e fabulave e tjerë. Më pas, unë kisha, si thuash, disa shkrimet të Mojkomit, vjershen e legjendës së Epidamnit, kur është marrë legjenda e Durrësit, si thuash që është shkruar 200 vite pas Krishtit nga Pjani, dhe është kthyer në një tregim me vjersha. Unë duke lexuar atë, duke lexuar legjendën që jam futur edhe nga ana akademike, kam botuar një shkrim akademik për këtë çështje, po. Shkrimet akademike si lexoj njëri, i them, çkretët, je keq për këto akademikët e vërtetës, se jo këto, po. Se ti harxhon gjithë ato orë për diçka që e lexojmë 50 vete dhe thu, pse u lodha kë. Gjithsesi, e bona atë, dhe duke i lexuar gjithë to, thash, unë do bëj një version 3 kësaj legjende, dhe doli Dinastia e Mbretit Epidamn. A ka ndikuar, le themi, prindërimi në temat e tua në vazhdimsi të librave? Po, sepse libri tjetër që do sjell është libri Pandorës. Unë kam vdekje që do thojnë gjithë kutia Pandorës, nuk di. Sa herë ndodhi luftë është uap kutia Pandorës, Pandorës box kjo. Dhe unë kam bërë një libër ku shpjegoj që Pandora nuk ka pas kuti. Ajo ka pas vazo, ose unë e quaj amfora, dhe është amfora Pandorës. Ajo histori nisi për të ulur këtë emër negativ që ka Pandora, por ka dalë diçka tjetër, diçka që shpjegon gjitha perënditë e hershme, ka dalë një libër fantastik edhe ajo me ilustrime, du të bëj një libër për Atlasin. Si është ti një baba shqiptar në Amerikë, je bërë më tolerant, ti atje, me i but, me i qetë, si të ka ndikuar? Ne jemi qikë, jo se jemi agresiv, po jemi nevrik, shpërthejmë shumë shpejt. Edhe aty do të mësosh me shpërthy pak më ngadalë, ose me majtë. Kam ndryshuar shumë, unë s'jam Epidamni para 30 viteve, jo vetëm se atëherë ishte vetëm unë, qa kam arrit unë, sa i mirë jam unë, tani jam thjesht, goca, çuni, gruaja. Ndryshon, po besoj për edhe mosha. E drejtë, e vërtet. Se ke kaluar shumë eksperjenca ndryshme. Gjëra që do nga jeta. Dhe normale qetësohesh pak, normale Karolina duke qenë që është shumë e butë, se thuash, po ta kishe grua më agresive dhe kishe shpërthim akoma më të madhe, po jo, do i përgjigjesh edhe partnerit me cilën ti je, do të kesh një lidhje sa më normale. Normale, ato gjërat e këqija, si thuash, shqiptare, nga ana e shpërthimit, jam munduar të heq, po jo shkaftësinë. Për shembull, na herë mpret në radhë, të më futa aty shpejti, ose më tha njëra, nuk lejohet me parku këtu do parkoj, thash. Do thënë këto gjërat e mbijetesës që i kemi ne nga Shqipëria, disa janë pozitive, nëse i bën me moderacion, nëse i bën pak. Cila është gjëja më e vlefshme që të kanë mësuar fëmijët e tu?
Kam mësuar si vdekja babait, vdekja babit, Mojkomet, më boni burr. Se deri atëherë thosha do pyes mamën, do pyes babin, akoma pyes mamën, po jo në atë, për shembull, ku vendosa që do bëhesha shkrimtar, tashmë me 2 libra. Nuk u mbështet. Çaj duke jo duhet të shkosh punë, ishin gjitha këto. Unë duke di që po kursie gjitha gjëra që diskutuam, unë thosha jo, do bëhem shkrimtar. Nuk është se ka përfitim. Nuk e di, ndoshta na njoni edhe përfiton tash, po unë nuk jam një nga ato. Normal është reklamë edhe për veten time, se gja epidamni, po këto janë dytësor për menimin tim. E rëndësishme unë këto i kam projekte pasioni. E kuptoj. Pasioni ishte kjo gjë që unë kisha shumë për dëshirë, me nxjerrte produkt për Durrësin, si thua, me nxjerrte produkt për jetën. Kam mësuar që jeta dhe vdekja janë 2 anë ndryshme të njëjtës monedhe. Se thua, vdiq Mojkomi, lindi Pandora, ose në fakt lindi Pandora, vdiq Mojkomi, po ku vdiq Pandora, Mojkomi unë u përqendrova te jeta e re e Pandorës, se thua. Dhe kupton sa e brisht është jeta jote. Kupton që ndoshta të ka ngel 30 vite, 40 vite, nëse ke fat, apo jo. Mund të ngel edhe 5 vite, 1 vit. Kupton si thua bukurinë e jetës, po edhe brishtësinë e saj, bëhesh më i lumtur për jetën që ke, më vlerësues, i mban ato njerëzit që ke afër, më afër, si thua, kupton jetën. Kur fëmijët të rriten, çfarë të doje të mbanin mend prej teje? Që isha babai për kujdesur, se thua partner i mirë i gruas time, dhe do doja që këto gjëra që unë jam duke lënë, normale për ato pikës pari, të më rigjej në libra, nëse këto libra nuk do digjen, ose nuk do grisen, ose do mbjetojnë, si thuash, ato, edhe nëse unë nuk do jem më, do jem në libra. Unë kështu e gjej edhe Mojkomin, hap librat e Mojkomit, dhe flas me babin, ai po flet për diçka tjetër, po thema... Ke menduar një fëmijë të tretë? Me thënë drejtën, nuk e di mund ta them këtu, absolutisht jo. Thuaj dot? Jo, absolutisht jo. Edhe dytin, u mendum 2 vite, a ta bëjmë, a mos ta bëjmë. Fund fare thamë, mos ta lejmë Pandorën vetëm, ajo ishte në klasë me fëmijë që kishin vlezër motra, dhe po ndoshta kishte qenë klasë që kishte shumë veta që s'kishin vlezër motra, ndoshta do e kishte marrë një. Është shumë punë. Po ato që mund ta përballojnë, që kanë ndihmë, ato që bëjnë 3, 10, 100, sa duan, ne se përballojmë. Kaq është takati jonë, jemi të lumtur, edhe të kishim pas 2 goca, edhe të kishim pas 2 çuna, po të lumtur do kishim qenë. Edhe njerë, janë 2 persona, janë 2 personazhe që i ke nga fillimi deri në fund të jetës. Se në herë thohet, hamë se 4 vitet e para, hamë se jo. Deri në fund, gjithë jetën. Edhe gjë tjetër që dua të di dhe të kthehem në fakt që në shtatzaninë e gruas tënde. I keni pasur të leta, lindjet, këto? Të 2 lindjet me operacion. Të 2. Tashmë është bërë operacion. Hamë se operacion është nga operacionet më të rënda që mund bëhen në një trupin e njeriu, në këtë rast në shumë femra. Nuk di, unë jam vetëm falenderues, mirënjohës, Karolinës, është vujtja e shtatzanisë. I thash herë, 7 zani, 7 muaj, lidhet me 7, me fjalën 7 do në trupin. 7 zën, 7 i zën. 7 i zën. Është gjë më e vështirë, të kesh diçka paka shumë aliene brenda në trup, që përsa edhe lëviz, je shumë, nuk je rahatshme. Është vujtje, është shumë e vështirë 9 muaj, gati 10, apo jo, se të jemi në rregull. Operacioni është skandal. Pse vendoset për operacion? Jo, ne u përpoq për lindjet naturale të 2 herët, po ky kordoni ishte lidhur në qaftë të 2 fëmijët. Dhe në fund fare thonë hajde do futesh në operacion. A kishe frikë ti Fida? Herën e parë shumë. Herën e parë shumë, ishim këtu në Tiranë, se Nora ka lindur në Tiranë, shumë. Unë kujtova po vdes Karolina, nuk e di, diçka e tillë larg qoftë se. Edhe shumë. Edhe normale mas operacionit që është traumë vete, ajo pastaj kishte frikë bëte një fëmijë dytë nga trauma e operacionit apo jo. Normale ishte kënaqësia Pandorës e tjerë.
është e padrejtë që gjithë vujtjet e shtatzanisë, operacionin, më pas edhe pas lindjes, Po, e vërtet. e mba mamaja. Kjo Se është zhidënia, është padrejtësi, është, po. si thua, e natyrës. Prandaj roli i burrit, nëse mundem, Po. tani burrat bëjnë çadena, se unë s'do jap mend, po si e shoh unë, është ta bëjmë më të lehtë gjatë shtatzanisë për ditë masazhe. Do masazh kurrizi, këmbës, e fryen bën apo jo. Ma shtatzanisë sa mund ndihmosh aq më mirë. Mirë është ajo lidhja e gjirit e tjerë, po E drejtë. jeti mos i ka pi gjit çuni ose goca do na ku je apo jo. Do ta mbash. Sa më shumë ndihmosh, aq më mirë është dhe aq më shumë do jetë vlerësuese partneri juaj, gruaja juaj, si E thua në drejtë. këtë rast, do jetë vlerësuese se e kupton që ti e kupton vujtjen që apo vuan. Më kujto pak diçka, kur lindi Pandora, apo djali e thasi, e kishe dashurin me njëherë, apo e erdhi rrugës, u forcua? Pra, ishe ti shumë pyetje babi, drejtë, unë shumë djeve pyetje- ti babi, dhe më thënë që në momentin e parë. Ishte ajo gjithmonë që do ndryshoj jeta ata. Jeta grus kishte ndryshuar xha me shtatzanin, Po. kishte Aty ndryshuar. nis, Ja. Kupton? Për babët është ndryshimi pak më ngadalë, se e shef që ka lindur, dhe thu, Perceptimi, wow, do thënë, po. e kupton që është diçka Është madhe. imi, është e imja. Po akoma nuk e kupton, me që e barën edhe një herë ma gruaja në fillim. Akoma nuk e kupton që ty të ka ndryshuar jeta komplet. Se kuptova unë ku isha 30 vjeç që lindi Pandora që epidami 80 viteve më parë kishte hik. Se kuptova. Unë vazhdova me punën, jo se kam të projekt, jo se kam atë projekt, da. Dhe nuk e kuptova. Në çfarë momenti e kuptove? Ku për u riste pak më shumë, fillu normale sherret, ti stimon shtëpi, je gjithë kohës në punë, da, kapa jo, tamam nuk e di kur e kuptova 100%, po edhe me çunin, mund të them që ishte pak më e vënuar kuptimi se lindi, dhe unë isha aty, po ndoshta ajo kishte kësa radhë me çunin, kishte 4 muaj, 3 muaj është në Amerikë, apo më pak 3 muaj le lindja Le apo jo. lindja, po. Edhe që unë një mosha po ku mbaroj leja lindjes, u mora unë 100%, edhe aty e kuptova ose e kuptova më mirë se si do ndryshonte rutinën time, se si edhe ajo kohë e lirë që unë kisha kur Pandora shkote në shkollë, unë u merrsha me doktoraturën, se si ajo ishte zhdukur si kohë, dhe se si të gjeja, unë kam shumë qejf të proceset, me kryu një lloj procesi sa më eficient, dhe sa ta kuptoja se si më ka ndryshuar edhe mu. Normale, dashuria për fëmijën është imediate, direkte, por që të A kuptosh thua se si vjen direkt? E kujton që erdi me njëherë sa po lindi? Po ama kuptimi se si ka ndryshuar jeta, erdhi pak më vonë. Ndoshta me që edhe është roli mamas, ndoshta me që jam unë, se nuk e di, ndoshta ka ndonjë gjë tjetër, po është gjithmonë më pak i vonuar se sa mamaja që është direkte, biles edhe më përpara, apo jo? Sepse edhe një herë lind nga mamaja fëmia, apo jo? Dhe për ne është çik pak më e huaj si gjë, derisa bëhet pastaj pjesë e tërë dhe jeni situatën më të mirë, jeni të dy 100% të ndryshuar. Në shpenzime për fëmijët si keni qenë? Shumë lek. A shkollë private, kurse private. Gjithkohës, po edhe te kur kanë qenë bebe, në shpenzime, në blerje, në kështu, keni qenë pak të kujdesshëm, apo s'ka problem? Ne jemi shumë kujdesshëm, ne nuk shkojmë në restorante, ne i vetmi udhtim që u mboj gjithmonë është që vinë në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Është mërzit, se mund shkoj në Hawaii për zotin, me kaq lekë e jo, është edhe më afër, është bukur, me thënë drejtën, dhe s'kemi qenë. Janë këto panolino, gjonat, ushimet, dhe mos harro, shpenzimet në supermarket katërfishohen. Unë tash unë se di sa shumë ushime blejmë. Unë e bëj pazarin kështu, se nuk pyet si e bë pazarin. Si e bën pazarin? I herë një javë, shkoj në 3 supermarket, shtunën, marr gocën, i them unë ti ndihmo babin, i them unë, dhe është lufta ajo, se në herë thot s'du, shumë herë thot s'du, po do vi. Edhe shkojmë 3 supermarkete, edhe blejmë mjaftueshëm ushqime për javë. E kuptoj. Dhe pastaj duhet të sjellësh shtëpi me makinën, bires atëherë në Amerikë blejnë edhe makina për shopping tillë, që bosh pazarin e një javë ta fuzësh mrena në bagazh, duhet të kesh një bagazh mall. Me makinën që kam këtu se bëj dot për shkak. E kuptoj. I sjellën shtëpi, pastaj duhet i mash, unë blej edhe ujin me shishe,
do t'i marrësh nga makina, do t'i çosh shtëpi, edhe ka proces tjetër, do të boshatisësh frigoriferin, do mbushësh frigoriferin, do hedhësh pastaj plastikët, kartonat. Hallet e përhershme. Hallet çdo javë, apo? Hallet e përhershme çdo javë. Ashtu shumë, ne konsumojmë shumë. Konsumojmë pafund edhe vaksinat ja keni bërë fëmijëve? po, ne Karolina babën e ka doktor. Tani nuk e di si është mohabeti këtu, se edhe në Amerikë janë lloj-lloj llafesh. Po, teorisht. Njerëzit bëjnë çfarë den, po mos harro me vaksinat nuk është thjesht zgjidhje personale, është zgjidhje publike. Unë maj men atëherë ku isha në shkollën Durrës, se aty e kam bëu te Maria Kaçulini, ka qenë Agospiro, vishin doktorë dhe dita vaksinave, do çoshen, do prisjen rrallë, ta boshim, akoma e kam shenjë këtu. Nuk u pyesta atëherë, nuk jam për këtë, jam për diçka më të butë, normale. Nuk ka asnjë dhënë nga ana studimeve serioze, nuk është se po i shpikun, që të lidhim vaksinat me smundje ndryshme, di që përmendet tu autizmi. Nuk e di pse është kjo, paktën kështu më thotë edhe Karolina që babën ka doktor. Ndoshta ja fut edhe ai kot, ndoshta ja fut edhe ajo kot dhe këto që por jeni më të prirur për të besuar në shkencë në këtë pikë. Gjithë doktorët që ne shkojmë në Amerikë, që janë doktor të mirë, jo se s'ka të mirë këtu, po edhe atje ka dhe doktor qie, sa bëjmë tani, se plot probleme ka sistemi mjekësor në Amerikë, lej pëse sa lek është. Gjithë këshillojnë vaksinat. Dhe biles, shkum tani që boni 4 vaksina për i herë, dhe tha Karolina, kam pa në TikTok që mos i bosh për i herë, po të bosh një tani një. Jo, tha, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Tani, këto janë doktor, janë mama, janë baba ku ke... Po, në rastin e Karolinës. Tash i kocë po ja fusën, tash i gjohë e dinë edhe këto, tash. Nuk është... Po, familjet bëjnë çdo vendim që duan vetë, vetëm ta dinë që është zgjedhje publike dhe jo thjesht zgjedhje private, prandaj janë shtuar edhe sëmundje të ndryshme që gjajshin zhduk, apo jo? Evtan, historia jote pa diskutim që do jetë një histori që do frymëzoj prindrit e rinj, edhe që do jetë një ftesë më saktë për bashkëpunim i mamit dhe i babit, sepse është shumë e rëndësishme. Megjithatë, unë kam ata pyetje të shpejta për të bërë, që mund të jenë edhe pak edhe për të qeshur, edhe se gjithmonë si babi shtëpis, le të themi, e para. Kush është më i mirë në kuzhinë, ti apo bashkëshortja? Ti. Cila është fjala që fëmijët e tu thonë më shpesh? Si mama apo baba? Babi apo mami? Duk të më thot Pandora. Nuk thot babi, Jo, fjala parë që ka thënë Pandora është dada. Babi? Baba, dada, tata, është për një të fjalë, për shumë. Edhe çuni, fjala parë që të dy kanë thënë është hajde, unë jam gjithmonë. Hajde. Ja kem mësuar ti. Cili është zëri yt i preferuar nga fëmijët? Qeshja apo fjetja? Qeshja është gallat, po zotë. Fjeta normale se merri pak qetësi, qeshin do zgjidh qeshin se më gëzojnë. Okej. Cila punë e shtëpisë të jep ndjesin, këtë vetëm unë mund ta bëj. Ne s'kemi lavastovilje në shtëpi. Vërtet? Mos më thuaj. Unë jam shumë efikas në larjen e endëve. Më falni, pse nuk keni lavastovile në shtëpi? S'kemi vend. S'keni vend? Nuk është çështje lego, është çështje veni, po gjithsesi. Unë jam shumë efikas në larje, mund të jenë shumë enë. Unë gjatë ditës tak i çoj te i vend, pastaj i fus në proces. Jam shumë eficient. Jam krenar për edhe gjë, duket si budollik, po. Ishte super bon. Aman. A gatuan më shumë për fëmijët, a betohesh për një ushqim të ngrirë? Pra je më shumë për ushqimin e ngrirë apo gatuan? Kemi këto kotoletat e pulës në herë për gocën, për jo të ngrirë i blejmë frigoriferit. E di çfarë. Kam blejnë janë 20 hamburger mishi, që i fus në si thuhet, frigorifer në takulli. E kuptoj. Dhe nëse duaj hamburger të shpejt, e bëj atë. Po jem më shumë të shpejtat apo të Jo, ne blejmë frigorifer, si thosh. Jo, po them jem më shumë të shpejtat, pra le të themi të gjërat e shpejta, apo shumë pak të ushqimet e procesuara. Këtë po them, po procesuara, ajo. Nuk është sa hajm jashtë. E drejtë. Cila është superfuqia jote si babi? Kulion,
për fuqi. Akoma mund ta maj kalaqaf gocën. Është vogël akoma. Është Akoma gjatë ta bëj, prandaj. Sa herë përdor frazën mos i thuaj mamit se na mbyti. Shumë pak. Nuk e se më shumë më shkjor loja që nëse ajo bë diçka të keqe. Nuk do i Unë themi them, mamit. s'do i themi mamet. Okej. Me kriju atë idenë që ne të dy kemi afërsi. Keni një lloj sekreti Po. bashkë me njëri tjetrin. Po unë s'bëj ai gjot në çeve që gja mos ja thuj mamet, a kujton? A ke larë ndonjëherë fëmijën me ujë të ftohtë apo e ke nxjerrë pak më shumë të pa e menduar që ka qenë ashtu? Unë në nxehë gjithmonë e kontrollo Karolina. Okej. Unë gjithmonë e bëj pak më nxehë se ç'duhet. Kurse për ujë të ftohtë, jo, po dje goca ime u lan det, te deti Adriatik në Durrës. Okej. Ishte goxha i ftohtë, edhe Ftohtë. spyti, po. Po. Po Pelenën e ke ndruar shpesh besoj, Gjithmonë. a? Që në fillim. Ja ke vënë ndonjëherë Edhe mbrapsh? Pandorës. Jo, asnjëherë. Që në fillim Nga e kam bërë. pagjumësia ose nga lodhja? Jo, unë jam ekspert i vendosjes panolinës, me thënë drejtë. Se edhe kur lëvizin, do i kapësh, do i bllokosh edhe me bryr në herë. E di. Jo. Jam unë ekspert i panolinës në shtëpi me qira modele. Super. Kur ti ka dalë më shumë temperament, që është më fort, gocës, çunit apo ty? Pandora është si mami im, si Lida, kokfort, shpërthen si shpërtheshë ose akoma shpërthej unë. Është Pra të ngjan shumë. I ngjan Karolinës, për është zeqës, si thush. Çuni ta shohim, filloi si i butë, mësoj që nga motrat e një. Ajo shalli pastaj se i dy të mëson. Po. Cila është fjala që thotë gruaja më shpesh? Faleminderit apo e bëj vetë? S'ka problem, e bëj vetë. Ka qenë shumë e bëj vetë. Kemi shumë, ne falenderojmë njëri tjetrin. Jemi të dy mirënjohës për punën që secili nga ne bën. Dhe kuptojmë që është gjë më e vështirë në botë me rrit fëmijë. E vërtet, e drejtë. A ke bërë ndonjëherë sikur nuk e dëgjove fëmijën natën dhe zgjohesh për të? Varet çfarë qajt më është. Nëse është kështu, po dje po qatë çuni. Edhe filloi, baba, më kërkoi mua. Edhe unë tha, qa ke çun? Qa do? Pastaj e vuna pram gjumë, po gjithsesi, po thoshte, po më thëriste me emër, thash gjithsesi. Po ka rasti që nëse e kuptoj që thjesht pa ankohet kot, e lej qajt. Po ja ke pasuar le të themi Karolinës X çoti tash se edhe pse po më kërkon mua s'ka gjë çoti. Në fillim ku ishte me gji u detyronte, tani e kam unë natën. Po. Kush nis më shumë debate në shtëpi, ti apo bashortja? Si debate Po politike? debate le të themi edhe për shtëpinë, edhe për kalamajt, gjitha. Unë jam me qik i bezdishëm, mërzita me këte, unë e them shpejt. Okej. Mërzitem edhe, kurse Karolina do kaloj javë, pastaj do ta thot, hame se mërzite para jave, kupton? Jemi dy karaktere ndryshme. Babi më shumë me djalin apo babi më shumë me vajzën? Të dy. Të dy njësoj, janë 10 vjeçët edhe. Po gocën e kam, i them tje drita syve të mi. Çuni akoma duhet rritet. A është vërtet që babi ka gjithmonë një natyrë më, domethënë e do më shumë vajzën? Unë do e duhet çuni njësoj, thjesht çuni duhet rritet. Ka një lloj debulese ndoshta ndaj vajzës më shumë apo jo? Gjithmonë kam pas debulesë për Pandorën, por është edhe para. Domethënë kishte lind ai pari, kush pa më. Ndoshta mund të ishte ashtu. ashtu. Po duhet pa karakteri atit. Ai ka një shpirt më të vjetër se sa Pandora, është më i qetë. Pandora është shumë më shpërthyese. Duhet pa, po unë i du të dy njësoj. Patjetër, normale Pandora është njëshi se ka lindë para, Adi është dyshi se ka lindë dyti, po duen njësoj, të dy njëshi janë. Cili është ai ushqim që hap sheurazi nga fëmijët e tu? Tani, ne s'duam që ato tajnë shumë sheqer. E di. Apo jo? Po Karolina e ka qef çokoladën. Jam mësuar edhe unë nga Karolina për çokoladën dhe më qefim diku. Ka rasti që ha çokoladën dhe len mbulesën, e len aty në tavolinë të dhoma gjumit, dhe nëse çohet Pandora natën, pa e hedhë në akoma në koshën e plerëve, thë, ua, si guxoni ju! Them unë, në shemamit e thonë. Unë saj, se unë haj çokoladën, po i them, unë saj çokoladën. Unë gjithmonë i them, unë du perimet, për se kam shumë qef. Po du me kryu këtë idenë që unë e urrej çokoladët, kam qef perimet, që ajo në një tarë me thotë, babi, përsi që është rrenë, unë haj çokoladën, normale. Ke lexuar fëmijëve Pandorës më shumë të një libër, sepse të pëlqen vetë, por në fakt asaj nuk është se i shijon ai shumë. Po, librat e vija.
Jo, ka diçka. Unë lexoj librat e mi, sepse duke lexuar me zë të lartë, kuptoj po funksionon rima, a është tingulli i dur, a është ritmi i dur, dhe duke lexuar atë tak bëj ndryshime unë. Do të thënë, është proces pune për mua, leximi Pandorës. Na jera dhe mërzitet të shkreta, po s'kem çfarë më bë. Pushime me çift apo pushime me fëmijët? Vetëm me fëmijët, është mërzitje. Edhe tani që kemi ardhur në Shqipëri, pushim është Karolina, pushim jam unë gjatë, po s'ka pushim nga prindërimi. Nuk kemi që t'i lejmë diku javë, 2 javë. Nuk shkëputeni fare vetëm me njëri tjetrin. Ku t'ja tjetrin? lejmë fëmijët? Nuk të ndodha. Se mamet mund t'ja lej gocën 2 orë. Për shembull. Po të maj mami Pandorën dhe çunën nga fillimi deri në fund, me gjitha këto procese që kemi një orë që diskutojmë, do bëhet llaf, ajo është profesoresh, do të thënë për tjerë se nuk mund ta lejmë dot fëmijën ta hedhën në një. Do të thonë ti sa vjet ke? 7 vjet me Pandorën, ti nuk me gruan nuk keni shkuar ndonjëherë një fundjavë si çift. Udhtim vetëm ne të dy? Jo. Ndoshta i dark. Okej. Po jo fundjavë. Kush do i maj për 2 ditë, 3 ditë? As kur vini në Shqipëri për shembull, Kush do i maj? Kush do i maj? Nga fillimi deri në fund flasim, ë? Nga mjesi deri në darkë, të vjen gjumë, kush do i bëj atë? Sa me fat jemi. Po. Ti më duket e ke bëj një fundjavë. Unë apo ti sa herë? Lumun. Prandaj them. Kur të thon ti je babi perfekt, çfarë përgjigjesh në fakt? Nuk shoh brenda vetes dhe jo publikisht. Nuk kam probleme. Unë dukem kështu si perfekt, po do flasësh mirë për veten. Unë pavarësisht se flas hapur. Mund ka bë produkt më të mirë Karolina dhe fëmijët, po s'jam perfekt as pak. Evidan, të falenderoj shumë që ishe sot në Mam. Por Inda, je shumë e mirë, faleminderit shumë. U kënaqa shumë.